Në një mbledhje dedikuar tërësisht ecurisë së procesit të negociatave për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian, Kryeministri Edi Rama theksoi se rritja e kapaciteteve institucionale sjell edhe forcim të rendit ligjor në të gjitha aspektet. Patjetër që ky proces konsolidon institucionet e drejtësisë. Ky proces siguron luftën kundër korrupsionit, jo thjesht si një luftë që zhvillohet në frontin midis institucioneve të drejtësisë dhe fenomenit korrupsionit, po si një luftë që zhvillohet në ndërkohë edhe në frontin e modernizimit të transformimit institucional. Kryeministri evidentoi se proceset e prokurimit publik dhe kontrolli financiar kanë progres të kufizuar dhe për këtë nevojitet më shumë punë. Domosdoshmëria për të kaluar nga një progres i kufizuar në raport me standardet e Bashkimit Evropian, në një progres të mirë, pra për të kaluar nga drita e kuqe në dritën e jeshile tek prokurimi publik, kontrolli financiar, ku edhe aty progresi është i kufizuar, në ndërkohë që reforma për kontrollin financiar është e domosdoshme dhe për këtë arsye kemi nisur edhe një punë paraprake. Ndërkohë sipas tij, sfida e rëndësishme në procesin e negociatave lidhet me sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit.